Në sallën e Muzeut Historik të qytetit të Lushnjës, dega e shoqatës kombëtare të ushtarakëve rezervë të Shqipërisë organizoi një takim me ushtarak rezervë dhe pensionistë, jeta e të cilëve ka qenë në shërbim të kombit shqiptar. Aktiviteti nisi me intonimin e himnit kombëtar dhe me 1 minutë heshtje për ata ushtarak që nuk jetojnë, por kanë lënë gjurmë në mbrojtjen e adeut, si intelektual dhe drejtues në Ushtrinë e Republikës së Shqipërisë. Ky takim shënoi një analizë prej 3 dekadash jetë mes aktiviteteve dhe problematikave të ndryshme, duke qenë aktiv në shumë evente të ndryshme. Pjesë e këtij aktiviteti ishte presidenti i shoqatës kombëtare URSH të Shqipërisë, shoku Hamid Gojani, sekretari i përgjithshëm Arben Mollaj dhe kryetari i degës së kësaj shoqate në Lushnjë Qani Shehu, si dhe sekretari Llaqi Pina dhe drejtues të disa shoqatave partnere në qytetin e Lushnjës. Pjesë e këtij aktiviteti ishte nënkryetaria e Bashkisë Lushnjë Maldrita Bardo dhe drejtues të tjerë. Fjalën e përshëndetjes duke hapur këtë 30 vjetor, mbajti sekretari i kësaj shoqate Llaqi Pina, duke falendëruar të pranishmet. Të nderuar zonja dhe zotërinj të pranishëm dhe të ftuar, sot me datën 22/4/2026 festojmë 30 vjetorin e krijimit të shoqatës të ish ushtarakëve Dega Lushnjë dhe kujtojmë rrugtimin historik 30 vjeçar të krijimit të shoqatës Dega Lushnjë. Më pas fjalën e mori nënkryetaria e Bashkisë Maldrita Bardo, e cila duke përshëndetur këtë aktivitet, falenderoi dhe ushtarakët dhe sakrificet e tyre në shërbim të adeut. Të nderuar të pranishëm, të dashur ish ushtarak, antar të shoqatës kombëtare të URSH-s Dega Lushnjë. Është një kënaqësi dhe një nder i veçantë që sot jemi mbledhur në ambientet e muzeut të qytetit për të përkujtuar 30 vjetorin e krijimit të shoqatës Dega Lushnjë. Ky përvjetor përfaqëson një rrugtim të gjatë, plot përkushtim, sakrifica dhe vlera, nga një brez që i ka shërbyer vendit me dinjitet. Për 3 dekada, kjo shoqat ka qenë një pikë bashkimi për ish ushtarakët, duke ruajtur lidhjet mes jush dhe duke mbrojtur interesat e çdo antari. Rrugëtimi i saj është dëshmi e qëndrueshmërisë dhe unitetit, duke ruajtur vlerat e disiplinës, solidaritetit dhe atë dashurisë edhe në kohë sfidash. Sot, krahas krenarisë për të kaluarën, kemi edhe përgjegjësinë për të vazhduar këtë trashëgimi dhe për të frymëzuar brezat e rinj. Me mirënjohje për të gjithë ata që kontribuan ndër vite, ju uroj vazhdimsi dhe suksese në këtë rrugëtim. Edhe një herë ju uroj gëzuar 30 vjetorin. Presidenti i URSH Hamid Gojani falenderoi degën e Lushnjës për punën e bërë gjatë 3 dekadave. Edhe sot kam marrë për t'ju uruar 30 vjetorin e krijimit të degës. Dega Lushnjës u kriju 2 javë pas themelimit të shoqatës kombëtare të ushtarakëve në rezervë të Shqipërisë, me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe një punë të shkëlqyer të antarëve të themelimit të degës këtu. Siç ka qenë një ndjeri Nazmi Luk, edhe siç e kemi mes nesh dhe Andrer, ka qenë antari i themelimit të degës së Lushnjës. Njëkohësisht, edhe birin e Lushnjës, themelusin, një nga themelusit të degës të shoqatës në Tiranë, ka qenë edhe Vlash Bushi, që është i evidentuar në historinë e shoqatës kombëtare të ushtarakëve në rezervë të Shqipërisë. Unë kam njeh nga afër degën e Lushnjës dhe me këtë rastin e 30 vjetorit duhet ta falenderoj për punën që është bërë, për një bashkëpunim të shkëlqyer me pushtetin vendor. Pas Shkodrës është vetmja degë që është pajisur me zyrat përkatëse. Kjo është merit e vetë drejtuesve të degës, njëkohësisht e pushtetit lokal e sidomos e Bashkisë së Lushnjës.
Kumtesën dhe historinë prej 3 dekadash e mbajti kryetari i DGS-URSH Lushnjë, Qani Shehu, i cili u shpreh për punën e bërë ndër vite dhe objektivat që kjo deg ka realizuar për vendin, ushtrinë dhe ushtarakët. Në fund të takimit, ushtarakëve pensionistë dhe të liruar ju shpërndan certifikata falënderimi. Për rrugtimin historik të shoqatës kombëtare të ushtarakëve në rezervë, lirim dhe në pension Dega Lushnjë, për studimin dhe pasqyrimin e punës 30 vjeçare të krijimit të shoqatës Dega Lushnjë, nga data 22 prill 96 deri 22 prill 2026 e në vazhdim. E kaluara, e tashmja dhe ardhmja janë të pandashme në këtë rrugtim historik të shoqatës ushtarake, sepse aty janë ditët tona, aty është koha, aty është jeta, është djersa dhe mundi atyre për të ngritur në një nivel më të lartë, një shoqatë të lavdishme, e cila jo vetëm që ishte, por është dhe do të jetë gjithmonë në krye të mbrojtjes të vlerave e traditave të ushtrisë sonë kombëtare, por edhe në krye të mbrojtjes të dignitetit e të drejtave ekonomike të gjithë ushtarakëve në rezervë, lirim dhe në pension, të cilët punuan një jetë të tërë, anë e kënd atë dheut, për të ndërtuar një ushtri moderne, demokratike dhe bashkohore.